Një incident me të shtëna në Washington, gjatë një eventi me gazetar në shtëpinë e bardhë, ka ngritur shqetësime për sigurinë, duke vënë në pikpyetje vizitën e ardhshme shtetërore të çiftit mbretëror britanik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pallati Buckingham bëri të ditur se po vlerëson situatën dhe çdo ndikim të mundshëm në planifikimin operacional të vizitës katërditore, e cila pritet të nisë së shpejti. Sipas një zëdhënësi, mbreti Charles III po mbahet i informuar për zhvillimet dhe është shprehur i lehtësuar që Donald Trump, zonja e parë dhe të ftuarit nuk kanë pësuar lëndime. Vizita do të përfshijë takime të nivelit të lartë, përfshirë një takim me presidentin amerikan në shtëpinë e bardhë, si dhe aktivitete simbolike si një fjalim para Kongresit dhe homazhe në memorialin e 11 shtatorit në New York. Ndërkohë, vetë Donald Trump reagoi pas incidentit, duke deklaruar se autori i dyshuar ishte armatosur dhe kishte synime vrasëse, por duke e minimizuar ngjarjen dhe duke e cilësuar atë si një person të sëmur dhe ujk të vetmuar. Ngjarja rikthe në vëmendje dhe atentatin e mëparshëm ndaj tij në Butler, Pennsylvania, në korrik të vitit 2024, kur një person i armatosur hapi zjarr gjatë një mitingu elektoral. Autoritetet britanike kanë theksuar se do të merren masa të përshtatshme sigurie, ndërsa zyrtarë të qeverisë në Londër janë shprehur se vizita duhet të vijojë, duke nënvizuar se incidente të tilla nuk duhet të cenojnë marrëdhënie diplomatike mes dy vendeve.